dhe do ta furnizoj për nga nuk e pret. Pra i ka përmend pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam 3 çështje boshte të mirësive dhe fryteve të istighfarit. E para është se ai i cili në vazhdimsi e përmend Allahun përmes istighfarit, pra kërkon falje tek Allahu përmes fjalës astaghfirullah, kërkoj falje tek ti o Allah, fillimisht Allahu do t'ia largojë brengën atij. Për çdo breng që ne e pasojmë atë apo e trajtojmë atë me istighfar, Allahu detyrimisht do t'jep rrugdalje. Pra Allahu do na lehtësoj atë breng. Se si ndodh kjo vetëm Allahu e din. Por një gjë e tillë është e garantuar nga ana e Zotit. Pastaj nëse kemi ndonjë vështirësi, nëse kemi ndonjë ngushëllëk në familje, në punë, në çështjet që na përkasin neve, për ditëshmërinë tonë, kushdo që atë e trajton me istighfar, duke thënë astaghfirullah me sinqeritet maksimal, Allahu ka më i dhënë zgjidhje për atë problem. Allahu ka më i dhënë rrugdalje. Pra është e pamundur mos më ndodhë një gjë e tillë. Dhe këtë në fund është edhe çështja e furnizimit. Kushdo që vazhdimisht thotë astaghfirullah, Allahu ka më furnizuar atë me lejen e Allahut për nga nuk e pret. Prandaj kur erdhi një njeri tek Hasan el-Basriu dhe u ankua për thatësi, pra vinte nga zonat që vuanin nga thatësia e madhe, nuk kishin shira të shpeshta. Atëherë ai tha, kërko tek Allahu falje. Thuaj astaghfirullah, sepse istighfari është peshkaqeve që Allahu lëshon shi. Një tjetër erdhi dhe tha, o imam i nderuar, unë kam problem me çështjet e familjes, kam probleme familjare. Kam ngushtit shumëta që nuk më mund t'i përballoj. Tha, thuaj astaghfirullah. Shpeshtoje istighfarin sa më shumë, Allahu ka më të bëjë zgjidhje me lejen e Allahut. E një tjetër edhe dhe i tha, unë kam varfëri të skajshme. Nuk di se si dal prej varfërisë. Mos bëhe pa përballueshme varfëria, tha shtoje istighfarin sepse istighfari është peshkaqeve të furnizimit. Disa e pyetën prej talebeve të tij dhe i thanë, o imam, erdhën 3 persona dhe të 3-ve u the që të bënin istighfar. Si ndodh kjo? Thot, a nuk e ke dëgju Allahun e Madhërisht në Kur'an ku thot faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, u thash thuaj atyre pra popullit të Nuhut alayhis salam që të bëjnë istighfar sa më shumë sepse Allahu është falës i madh. Shkaku i parë pra është falja e mëkateve tona, shpërlarja e gjunave tona përmes istighfarit. Yursili as-samaa alaykum midrara, e pastaj Allahu shkak i istighfarit lëshon shi të vazhdueshëm dhe të begatshëm për ju, pra sa herë që keni thatësi dhe ju thoni astaghfirullah, Allahu bën shkak të begatisë përmes istighfarit dhe lëshon shi të shumë. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, edhe ju shton juve në pasuri edhe në pasardhës, pra atij që i ka thonë kërko që Allahu më don zgjidhje për familje dhe rrugdalje.